Përshëndetje dashur miq, sot do të jemi përsëri me Paskuintave, do të kemi të ftuar regjisorin, piktorin, nuk e di ti gjithashtu, si të përshkruajmë. Ka regjisorë piktor, me zotin Bertrand Shiar, një nga realizuesit e animacioneve në Kino Studio, por edhe sot. Mirë se erdhe në Paskuintave. Dua të informoj se është, domethënë, gjithmonë do ta nisim edhe me pjesë të çështjes që juve ju përfshin drejt për drejt dhe që lidhen me të drejtat tuaja të autorit dhe pjesën regjisoriale. Ju e dini që ka dalë një vendim absurd ku regjisori nuk i takon të mbledh nga sporteli unik nga televizionet. Pra, e gjithë kjo bën që ju të mos merrni shpërblime nga sporteli unik. Kjo nuk heq të drejtën tuaj që ta garanton ligji, por thjesht është pamundësia që ti të mbledhësh këto të arma, sepse ligji thotë këto i mbledh vetëm sporteli unik. Çfarë mendon? A mund të ekzistojë një logjikë e tillë në fund ditës që një regjisori ti thua shikoj, më fal, po e marr veprën tënde dhe mjafton kolona zanore dhe ti nuk më duhesh për të shpërblyer. Kjo është një gjë absurde për mendimin tim, sepse në gjithë botën funksionojnë ligjet e autorit dhe kryesori në këtë rast është regjisori. Regjisori është ai që realizon filmin, ai që merr edhe lavdrimet, por edhe çarat nga publiku. Pra, është një gjë shumë e thjeshtë. Dhe është ai i cili pastaj masi e ka realizuar veprën, e shfaqet në televizion, kinema, në rrjetet sociale, në internet, YouTube, gjithë me radhë, dhe merr ato të mira materiale të cilët i përkasin nga veprat që cilin e ka realizuar. Dhe kjo është gjithë botën ekziston kjo. Në Shqipëri, Këshilli Kombëtar i Drejtës së Autorit tha, nga kinemaja ti nuk duhet marrësh. Pra, duhet të mbledh suada të ardhura nga vepra jote në kinema, por ti nuk duhet të shpërblesh. Pra, ti e përmend kinemon, por që në një logjik vetë sporteli unik, i cili nuk me sa shoh unë mban qëndrim të njëjtë me Këshillin Kombëtar të Drejtës së Autorit, por duhet ishte e kundërta. Shef që për ta nuk ka rëndësi nëse vepra audiovizuale do shfaqen më, sepse unë jam i bindur dhe them që okay, mos e zgjidh kineman e Shqipërisë, por zgjidh kineman e Kosovës. Sepse ardashësit dhe fansat e tu do vinë të shikojnë Kosovë, sepse ti do shpërblesh nga kinemaja. Pra në një farë forme, edhe ti si krijues audiovizuali do ta gjesh rrugën tënde për të marrë të ardhurat e tua. Kjo do të thotë që ti kineman e Shqipërisë do e harrosh. Pra nuk do vish më. Televizionet e Shqipërisë do thosh, okay, unë nuk jap më veprën time dhe do zgjedhësh televizione të tjera, si me satelit do të transmetohen në Shqipëri, pasi zhvillimi i teknologjisë do të lejojë. Ajo që nga sa kam parë veprat e tua, shoh një piktor regjisor si puna jote me drejtie. Gjithmonë pyes, se unë mbaj mend ato vizatime që bëjmë. Sa kohë të kanë ngrënë ato? Sepse ti ke bërë, mos gabojmë, është ajo me krepat. Po, aty jam bashkëautor, jo. Po, me Ergysin, po. Ajo është një minutazh i gjatë. Po, është 8 minuta e 36 sekonda është. Sa kohë ju ka ngrënë? Po, ka qenë një punë kolosale, një vjeçare. Një vit për ato 7 minuta. Po, 7 minuta, dhe më kujtohet atëherë kur shkonin montazh, sepse filmi është bërë komplet manual dhe është xhiruar me 35 mm, shpresoj është xhiruar dhe me orë me film në Gjermano Lindor, kështu, bardhëzi, po që neve na shërbeu shumë, sepse ishte film që kishte kontraste shumë të fuqishëm dhe kështu që doli filmi ashtu siç dëshim ne. Pra me një referencë pagë minimale, një transmetimi i atij programi do të thotë që ti të marrësh një rrogë një vjeçare, pagë minimale. Edhe më kujtohet atëherë, biles kur ishim montazh, Ergysi që ishte regjisori kryesor, her pas here i thoshte montazhier që
preje këtë, edhe unë rria kështu thoshe, Berti janë një sekuencë që ti këtë gjitha vizatime, se mund të ishin 10.000 vizatime të cilat unë i kisha punu, një për një, ky si bënda animacioni, unë përnoja pikturën e filmit, dhe ishte një punë kolosale, dhe si përfundim pastaj të bje që të që gjithë të punë kolosale, të mos marrë me as një qentezi më nga kjo punë. Edhe për faktin që është një nga filmat që është pëlqyer në shumë festivale, kemi qenë në gati në gjithë botën në festival me këtë film. Edhe është pëlqyer shumë si film. Është film shumë unë e kam vënë për shembull sepse edhe në komentet për shembull që ajo si vepër ka, të gjithë thonë që kjo është realisht një vepër artistike. Kur ti thua 10.000 vizatime për të realizuar ato sekuenca televizjes, ndonjëherë njeriu humbet dhe numërimin, nuk e di se keni humbur ju. Kjo është kjo puna jonë që e kemi specifike, domethënë që i numërojmë çdo gjë, e saktësojmë në realizimin e filmit. Do të isha kurioz sepse shumë njerëz pyesin dhe të gjithë janë kurioz domethënë për momentet e vështirësive tuaja për të realizuar diçka ose momentet kur ti thua kjo s'ka për të funksionuar. Dhe për ato momentet e bukura, apo ato shakat që ju keni bërë në momentet e realizimit. Pra këto njerëzit gjithmonë duan ti dëgjojnë. Për shembull edhe në rastet kur tregonte Ehsan Musliu, për shembull për rreth kujtesës, diskutoi që vetëm kazanët e birës u vendos që bira Tirana mos për ato ditë që do xhiroi rreth kujtesës mos bëshit. Ju çfarë historish keni në këto. Ato histori që ty të kanë trembur, kjo është një më fal, në kjo është një dështim, apo kjo është e bukur. Pra, këto elementet mua më interesojnë shumë të dëgjoj nga goja juaj. Më kujtohet prapë ke filmi Kohë e dashurisë së krepave, po shkonin që të vendosnim kolonën zanore, zhurmat, edhe futemi tek salla e Ish Kino Studios, regjistrimit zërit, dhe vjen inxhinieri i zërit Abdullah Osmanliu, i cili ishte me thonë dhe ishte shumë profesionist, edhe vuri filmin edhe e kishim montuar edhe po shikonte materialin. Edhe ne ishim kështu po rrinim në ankth shumë kështu, edhe vjen ai, po ai ishte shumë njeri që nuk buzëqeshte shumë, ishte njeri shumë hermetik i mbyllur kështu. Edhe erdhi na pa neve dhe tha, mirë keni bërë, dhe ne u kënaqëm se morëm pas kemi bërë diçka të mirë, edhe kjo nga ngeli kështu si. Domethënë gjithmonë qëndroje prej atij frustrimit derisa dikush të thoshte që okej, përpara se të shfaqej. Është një sekuencë shumë interesante që s'do ta harroj asnjëherë. Gjithsesi unë besoj që në të gjithë karrierën tuaj nuk është se keni heqë dorë nga ndonjë projekt vizatimi, apo ka ndonjë gjë që ju e keni lënë dhe nuk e keni vazhduar. Jo, përgjithsisht para se të fillim filmin ne mendojmë, unë për veten time mendoj se si do të realizohet, pra përdor edhe teknikën dhe kështu që nuk kemi shumë dyshime, unë për veten time nuk kam shumë dyshime në këtë pikë. Po ka autorë për shembull që ndryshojnë ose kanë mendim tjetër. Plus që gjithmonë filmi realizohet montazh, ti mund të zgjeru gjithë filmin dhe pastaj në montazh e kthen në bën komplet tjetër. Kjo është mënyra e realizimit të filmit. Por tash me zhvillimin e teknologjisë unë për veten time kam më kollaj të realizoj sepse duke punuar me programe punën artistike bëjmë me dorë, gjithmonë punoj gjithë background-et, personazhet janë të studiuara, të realizuara, të stilizuara, dhe masi i skanojmë ose i gjirojmë, po themi me pak fjalë, filmin e kemi pothuajse të gati dhe e montojmë sekuencë mas sekuencë. Por në momentet caktuara unë bëj dhe ndryshime që ky plan mund të rri ose nuk rri, ose vendosim efekte, zhurma, muzikë, pra ka shumë. Ç'a mendimi ke për inteligjencën artificiale që sot ka filluar rëndon? Për mua është një mjet i cili ndihmon njeriu, por nuk është determinant, domethënë, edhe plusin genit i gjë që është i gjë që e bën edhe
djali im e bën dhe një tjetër, sepse i fut ato dhe për shembull ai ta nxjerr personazhin, dhe i shoj si një personazh i një filmi tjetër ose një histori tjetër, ose për shembull Romakët kam pasur shumë videoklipe kështu që Romakët i nxjerrin i shoj si ilirët ose ilirët si grekët ose kështu që kjo është diçka që është sharake për mua sepse nuk plus që inteligjenca artificiale është një gjë që ti i thua ti për shembull që ka qenë kështu, por normalisht unë nuk e di tamam si ka qenë historia në kohën e antikitetit. Edhe kështu që ajo i bën gjithë ai soi dhe kështu. Bile se unë do të them dhe një diçka, po filmin e fundit që kisha, duhet bëja posterin. Edhe po më tha një shokta që bëhet dhe me inteligjencë, ashtu ta provoj kështu. Edhe i shkruajta titullin e asaj, filmit, edhe më nxori një figurë aty që s'kishte lidhje fare me filmin tim. Po, domethënë bëra sa për provë për të kuptuar se ç'a ndodh. Kështu që ajo ndihmon, padyshim që ndihmon, por nuk është determinante. Edhe nuk e di njerëzit janë mësuar kështu, janë si puna, në fal për shprehje, janë si puna majmunit që mësojnë një gjë edhe sulën gjithë ajo nuk është determinante, është pjesë domethënë e zhvillimit, por nuk është për mua, nuk është determinante. Gjithsesi, unë them që në të gjitha rastet dhe të gjithë punëve, pa edhe të kolegëve tuaj, për shembull të animacionit, unë them që do të ishte shumë e vështirë sot që të shikoje një vizatim apo një animacion ashtu se si bëhen atë kohë. Pra, ajo dritia dhe ajo piktura, sado që t'jetë inteligjenca artificiale, nuk ka për ta zvendësuar dot kohë. Kur njeri, unë nuk e zëvendëson. Sepse sa është shpirti, është filmi e shpirt, domethënë. Ti ke udhë gjithë shpirtin të ndjenjat e tua ti udhë në film. Edhe ndonjëherë për shembull kur kemi xhiruar edhe me karton të lirë për shembull, një ditë kemi xhiruar 2 minuta, sepse ka shumë punë xhirimi me frame by frame. Por një ditë kemi xhiruar më pak sepse ja ditë kemi qenë të lodhur edhe kurse ndonjëherë jemi shoh dhe xhiroj më bukur, më edhe duket në film, por kështu që është më fal se ndërprerja është. Jo, nuk më ndërpret as pak, unë isha duke thënë të njëjtën gjë, sepse ideja edhe kur flasim për zhvillimin e drejtës autorit, fundit ne atë bëjmë llogari, domethënë shpirtin e brendshëm, emocionin e brendshëm të materializuar jashtë. Kurse sot për shembull kur shef që inteligjenca artificiale mundohet që të themi, po bën animacion, po bën film, po bën skenar, ti shikoj që të gjitha këto janë aq robotike sa në asnjë nga këto lloj veprash ti nuk e merr me emocionin. S'ka. Pra, në çfarë do lloj rasti, prandaj thash, sado që ta zvendësojmë animacionin, një thelbi i shpirtit të njeriu nuk është. Dhe ajo është që shpesh kjo është dhe elementi që ne shpesh i thrasim dhe duam që t'i thrasim nëpërmjet këtij emisioni ndërgjegjës publike që të paktën respektoni pronën e këtyre autorëve, të paktën ne vërtet e dim që ka një ligj, ne vërtet e dim që ka një shtet dhe ka një strukturë ligjore të mirëfillt që vepron për këtë pjesë, por sado ne na duhet dhe na intereson edhe ndihmesa e publikut për të kuptuar që një krijim intelektual e një drejt autori do të thotë një pronë personale. Si Bertrandi mund ka ecur një vit, por mund të shkonte edhe 2 vjet. Problem. Varet nga gjatësia e filmit. Ose ne të paktën një shkrim për në gazetë kur duam bëjmë apo një leksion për në shkollë edhe na kujtohet një reshtë e themi, prit të ngrihem në orën 4 të mëngjesit ta bëj këtë reshtë. Domethënë se sa e vështirë është në të marrësh emrin autor dhe akoma më e vështirë është të shikosh që tjerët përdorin veprën tënde dhe askush nuk kujdeset për të paktën për të vendosur emrin si një drejt morale. Dhe ne të gjithë prandaj kemi organizuar, prandaj po mblidhemi të gjithë në këtë emision dhe podcast që jo vetëm shtetit, por edhe ndërgjegjës publike, edhe ndërgjegjës mediatike, që sot pavarësisht problemeve që ka drejta autorit, duhet mendohet që autori dhe drejtat të respektohen. Bertrand, për mua është një kënaqësi e madhe që gjithmonë të kem, pavarësisht se të takoj pothuajse për dishmëri, por këtu është një diçka që ne e kemi nisur bashkë të gjithë dhe duam që të gjithë të shkojmë deri në fund. Faleminderit.